Lavdi, falëndrimesh për Allahun fuqiplot, të cilën e besojmë se është i vetmi Zot që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit fundit, mëshirës së njerëzimit, mësuesit tan, Muhammed Mustafas, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve të cilët me sinqeritet e ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Allahu na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: O ju besimtarë, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si i takon atij, dhe asesi mos vdesni ndryshe vetëse me iman. Të dashur vëllezër, në ditën kur vdiq pejgamberi alayhi salatu wassalam, sahabët u mërzitën shumë sa disa prej tyre as nuk e besonin vdekjen e tij. Bile Omeri radhiyallahu anhu mori aso qëndrimi sa e pat nxjerr shpatën edhe majke lart, edhe kërcënon të çdo kanë që thoshte ka vdek pejgamberi, duke i thonë kush thot ka vdek pejgamberi ka punë me mua. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, më i madh i këtij ummeti, me qëndrimin e të cilit Allahu xhaleshanuhu e rishkroi e ndryshoi historinë disa herë, e një prej tyre edhe ky rasti, e një prej tyre ka qenë hijreti me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Në këtë rast, Ebu Bekri ishte në periferit Medinës, në kopshtin e tij, në bafqën e tij, kish bujt atje, kur ardh lajmi më njëherë erdhi. Në sabah, edhe i qet, kokën lart, shkoi te dhoma e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e shplej fytyrën e tij, ulën dy gojë, e puthin ball. Edhe i tha, të ka ardhe era mirë për zgjalli, po të vjene për zdekne. Filloj me qajt edhe jam msheli prap fytyrën, edhe dul në xhami. Njerëzit ishin të hutuar, Omeri shpatën e mante në dorë. Tha Ebu Bekri një fjalë, e cila është rregull në Islam. Tha, kush e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, le ta di se ai sot ka vdek. Kurse kush e ka adhuru Zotin edhe është i lidh me Zotin xhaleshanuhu, le ta di se Zoti është i gjallë kur nuk vdes. Pastaj lexoni ajet kuranor ku Allahu ja ka tregë vërejtjen besimtarëve duke u thënë, nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mbytet ibadat e tat ose vdes, a ka mundësi që ju më u kthy prapë në mosbesim? Kur e dëgjova, thot Omeri, këtë fjalë, mra shpata pi dorës, sikur me pasni për herë të parë këtë ajet që flet për vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe pse ishte Omeri hafiz. Të dashur vëllezër, që kjo fjala e Abu Bekrit, kush e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, le ta di se Muhamedi ka vdekur, domethënë nëse e ka pas dikush Zot, astaghfirullah, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ka vdekur. Ama kush e adhuron Allahun, pejgamberin e ka veç pejgamber edhe mësues, le ta dinë se Zoti kur nuk vdes. Ulemat kur kryhet një ibadet në veçanti në muajin e Ramazanit, kur përfundon Ramazani, ja trekin vërejtjen vetës vetë edhe gjithë ummetit, duke i thënë, kush e ka adhuru Ramazanin për hatër të Ramazanit, Ramazani shkoj. Kush e ka adhuru Allahun në Ramazan për hatër të Allahit, Allahu nuk vdes kur, nuk shkon kur. Zoti gjithë është i praneshëm. Ramazanat kryhen, Ramazanat ndrohen, vitet ndrohen, Zoti mbetet. Andaj të nderuar vëllezër, dëbohemi na me një fjalë po e përkthej pak çuditshëm, po e përkthej, dëbohemi ibadetxhi, e mos dëbohemi Ramazanxhi. Po e kuptoni? Ai që është ibadetxhi, ai e bën ibadet Allahin keske Ramazani. Ai që është Ramazanxhi thot, tash në Ramazan duhet më fal. Jo, duhet më fal gjithmonë. S'duhet më rën kurr. Duhet më nal gojen nga fjalët e këqija, nëse se nalesh nga haja dhe pija halal jashtë Ramazanit, nga ofendimet, nga shamja, nga rana, synin, gojen, veshin, gjuhën, ato këto duhet më nal. Se çaj Zot që ka adhuruar Ramazan është edhe mas Ramazanit. Dhe për sebepeve a do të na pranojnë apo a na pranojnë ibadetet ajo, a do të vazhdojmë me adhurime mas Ramazanit.
Unë e di edhe është shumë normale që mas Ramazanit me ra intenziteti, me ra vullneti, shumë normale është. Këta s'kemi dyshim. Por bile me në shtynia 5-6 mujë, 3-4 mujë, bile mës me ra më njëherë në nivel që shkena qenë para Ramazanit. Një prej sebepeve nëse dënë me dita të ka pranu, Ramazani është një, të ka dhimt. E dyta, a jetu vazhdu në adhurime. Nëse s'mon ma gjëru, 6 ditë e Shevalit, aty këtu në i ditë. Nëse ke lexu Kur'an rregullisht, mos e la bile një faqe 2 në ditë. 1, 2, pasha Zotin mëjmë. Me bo me krasu në asarim në internet, në mëjmë me lexu Kur'an, jo 2, po 20, po 200, mos thamë. Në ditë. Pashtu përmendja Allahit, falja në file namaz. Nëse si ke falë 5 vaktet, mos e diskuto për i zatë Zotit 5 vaktin. Mos i falë sunetet, veç farzët. A kanë lërë sunetet? Kanë shumë. Ama i që së t'i falë as farzët as sunetet, dhe t'ja nise me farze. Për i zatë Zotit. A dini vllaznise, një shambull shumë i mirë i përfundimit të çdo gjë është Ramazani. Si shkoj Ramazani që ashtu shkon edhe ymri jonë. A ka dikush mundësi ta kthej ditën e djeshme ma? Kur? Ramazani në ardhshëm mund e pret, po ditën e djeshme që u kry, që ishme e xherushëm, s'u ne kthen ma. Deri në kiamet. Kështu do të marrim fund të dashur vëllezër. Kështu do të na vi momenti kur kena me lënë këtë dynjë, Ramazan mas Ramazani. Dhe gjë e vetme për të cilën njerëzit në varre Zoti ka përmend që janë pishman është sikur të isha kthyer në këtë dynjë, të kisha bë vepra të mira ose të kisha dhënë sadak. Çto dyja janë përmendura nga njerëzit e varreve. Në Kur'an çto Allah i ka përmend. Sikur të isha kthyer, të kisha bë vepra të mira, sa të më të mira, në përgjithësi namaze, zeqate, ato këto sen. Edhe dyta që përmend, të bëj të jap sadak. A kemi shansën e kemi? Pasha Zotin. Ju e dini me rastet e fundit në prezent, për një ditë 2, për 2 ditë 2 vdekje. Kush e di prej neve që a kemi dalë prej shtëpisë me makinë dhe më kthy apo jo, apo me bicikletë dhe më kthy apo me motor, apo në kam. Ta shfrytëzojmë sepse çish po kryhet Ramazani, kështu kryhet edhe jeta jonë. Ata që kanë ndek Allah i mëshiroft, që i përmendën. Të ndërruam vëllezër pa dashme zgjat, të bëhemi ibadetxhi. Si Ramazan, ashtu edhe jashtë Ramazanit. T'ja japim besën Zotit me sodën. Ai që si ka falë 5 vaktet, mi falë 5 vaktet. Ai që si ka falë sunetet, mi ashtu sunetet. Ai që ka falë sunetet, me shtu nafile. Ai që s'ka lexu Kur'an, me lexu Kur'an. Me bo me di çfarë vlerë ka leximi i Kur'anit. Ku. Se këshmilan tokë me ra. Pra, hajde të përmirësohemi mas ti Ramazanit duke dhënë gjithë secili prej jush. Mes juve dhe Allahut besën, bile diçka nga ibadetet e Ramazanit mos më shkput. Diçka, çka dush ti? Qëre ku je mangi, cilën e ki ma mangi, me cilën je të luftu ma shumë, që ta jepja besën Allah që i ki me shtu. Nëse arrin me bo që ta, elhamdulillah. Zotë ju forcot juve dhe neve. Allah na falt, Allah na forcoft, Allah na uzoft, Allah i mëshiroft të vdekurit tanë, na mundësot me prit Ramazan atjerë gjithmonë. Me ne i bo kabul, edhe me dal faqebar për kësaj dunjaje, dhe me taku Allahun xhaleshanuhu të gëzuar, ashtu si ka hieni besimtare. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.